Nga dita e djeshme 11 prill, ka nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku Edi Rama dhe Partia Socialiste do të synojnë mandatin e 4 të qeverisës radhazi, ndërsa PD e drejtuar nga Sali Berisha, i cili krijoi koalicionin Aleanca Shqipëria Madhështore, synon në rikthimin në pushtet pas 12 vitesh opozit. Si Rama ashtu edhe Berisha prej javësh janë përfshirë në një debat në distancë, ku nuk mungojnë ironitë dhe batutat, ndërsa shanset për një debat ball për ball mes dy politikanëve që dominojnë skenën politike prej më shumë se 2 dekadash janë pothuajse zero. Edi Rama ka shpallur si objektiv të tij për zgjedhjet e 11 majit marrjen e 1 milion votave nga shqiptarët, ndërsa kur është pyetur për numrin e deputetëve në parlamentin e ri, u shpreh se do të arrihet mbi 77 mandate. Në anën tjetër, Sali Berisha nuk ka preferuar të bëjë një parashikim, duke shprehur se nuk është profet për të parashikuar se çfarë do të ndodhë. Gjithsesi, Berisha ka shprehur besimin se opozita do të fitojë zgjedhjet, mes deklaratave si të Ramës ashtu edhe Berishës, që duket se synojnë të karikojnë militantët dhe mbështetësit e partive që drejtojnë. Duket se janë një grupim partish, një pjesë të cilave konsiderohen të reja, që nuk arritën të grupohen në një koalicion të vetëm, që të mund të çonte në krijimin një poli të tretë politik, jashtë ndikimit të PS dhe EPD, dy partitë tradicionale, që herë të vetme dhe herë me koalicione, kanë udhëhequr qeveritë prej 1991-shit. Por përtej entuziazmit të shprehur nga opozita se do të fitojë zgjedhjet, duket se problemi kryesor që mundet të dominojë pas 11 majit janë akuzat për manipulimin e zgjedhjeve. Edi Rama po i paraprin kësaj situate duke deklaruar se në 12 maj, ata, opozita e Berishës, do të ulërasin për vjedhje votash, pavarësisht se në mbrëmjen e 11 majit do të deklarojnë fitoren dhe do të nisin festimet. Nga ana tjetër, Berisha dhe aleatët e tij janë treguar të rezervuar në shprehjen e shqetësimeve se zgjedhjet mund të manipulohen, dhe duket se të gjithë garancitë apo shpresën e kanë mbështetur tek Chris Lasivita, strategu amerikan i fushatës zgjedhore, i cili do të drejtojë edhe fushatën e Shqipëria Madhështore. Gjithsesi, në takimet që ka pasur me drejtuesin e misionit të vëzhguesve të OSBE ODIHR, që do të monitorojnë zgjedhjet e 11 majit, Berisha ka kërkuar një prani të shtuar të vëzhguesve ndërkombëtar. Misioni i vëzhguesve të OSBE ODIHR drejtohet nga ambasadori Lamberto Zanier, ndërsa në 11 maj do të jenë të angazhuar 26 vëzhgues afatgjat dhe 300 afatshkurtër. Gjatë një konferencë për media, Zanier tha se grupi ekspertëve dhe vëzhguesve do të jetë i vendosur në Tiranë dhe të shpërndarë në Shqipëri. Sot hapim zyrtarisht misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Misioni vjen pas ftesës së autoriteteve vendase dhe do të përbëhet nga një ekip bërtham ekspertësh prej 12 vetash të vendosur në Tiranë. Do të jenë 26 vëzhgues afatgjat të vendosur në Tiranë dhe të shpërndarë në Shqipëri dhe do kërkohet 300 vëzhgues afatshkurtër përpara ditës së zgjedhjeve, u shpreh Zanier. Sfida kryesore për 11 maj do të jenë standardet, pra nëse rezultati i prodhuar nga zgjedhjet do të shpreh vullnetin e lirë të zgjedhësve, apo është i deformuar si pasojë e presioneve dhe shitblerjes së votave. Kjo e fundit një fenomen i evidentuar dhe në raportet ndërkombëtare lidhet me një tjetër fenomen, paranëpisët, që hidhet për të blerë vota, që më pas siguron pushtetin politik. Për këtë krahas vëzhguesve ndërkombëtar dhe vendas, tashmë janë në funksion edhe 12 ekipe të SPAK dhe prokurorëve të rretheve, që janë të shpërndarë në 12 qarqet e vendit dhe do të kalojnë në filtr gjithçka. Ndoshta kjo do të jetë sfida më e madhe që do të ketë SPAK në raport me krimet zgjedhore, edhe pse janë krijuar pritshmëri të larta se do të ketë jo thjesht goditje penale, por parandalim të skemave dhe skenarëve që kanë shoqëruar zgjedhjet shqiptare, qofshin ato lokale apo të përgjithshme. Hetimi për krimet zgjedhore do të kryhet nga agjentët e BKH në drejtimin e prokurorëve të SPAK, të cilët gjithashtu do të kenë në ndihmë prokurorë të rretheve, bazuar në marrëveshjen mes SPAK dhe prokurorisë së përgjithshme. Përtej tyre janë agjencitë ligjzbatuese, ku përfshihen jo vetëm policia, por edhe shërbimet sekrete që mund të furnizojnë me materiale, të dhëna apo informacione, grupet e hetimit mbi atë çfarë po ndodh në terren. Muaj më parë, opozita deklaronte se me Edi Ramën kryeministër nuk mund të ketë zgjedhje të lira, duke akuzuar kreun e PS-s për lidhje me grupet dhe bandat kriminale që intimidojnë dhe ushtrojnë presion ndaj zgjedhësve. Rama në anën tjetër ka ironizuar akuzat, por gjithashtu ka paralajmëruar SPAK që të mos guxojë të infiltrojë njerëz në shtabet e partive politike përgjatë fushatës. Në strategjinë e SPAK për hetimin e krimeve zgjedhore përfshihen të gjitha metodat që përdorin organet ligjzbatuese për të hetuar krime. Me pak fjalë ndiqet e njëjta strategji, duke përdorur metodat speciale të hetimit, gjurmimit, përgjimit dhe vëzhgimit. Gjithashtu në strategji përfshihen monitorimet e rrjeteve sociale, mediave dhe çdo denoncim tjetër që mund të shërbejë si indicie për nisjen e hetimeve, si kundër të analizohet çdo provë dhe fakt që mund të paraqitet nga qytetarët apo subjektet politike në kuadër të denoncimeve të krimeve zgjedhore. Por përtej strategjive, sfida mbetet: sa efikase do të jenë grupet hetimore në terren për të parandaluar krimin zgjedhor, dhe më pas sa efikase mund të jenë për të goditur penalisht ata që deformojnë vullnetin e zgjedhësve. Nëse i referohemi zgjedhjeve të mëparshme
bashkë me qarqet më problematike në raport me zgjedhjet kanë qenë Shkodra, Elbasani, Tirana, Durrësi dhe Fieri. Këto 5 qarqe referuar numrit të mandateve të deputetëve që prodhojnë, përbëjnë mbi 50% të numrit të vendeve në parlament, çka do të thotë se ato konsiderohen si hambar votash. Kjo është arsyeja që në këto qarqe ushtrohen presione të shumta, ka deformime të votës dhe angazhim më të madh të grupeve kriminale me ndikim në zonat ku veprojnë, blerje votash, madje duke aplikuar edhe çmime që bëjnë që mandati i deputetit të ketë vlerë miliona euro. Ditët e fundit ka pasur një angazhim të përfaqësuesve diplomatik që kanë zhvilluar takime të shumta dhe kanë vënë theksin në një proces zgjedhor të lirë dhe sipas standardeve. Ata janë takuar me përfaqësues të SPAK, kanë mbështetur me logjistik prokurorinë speciale për hetimin e krimeve zgjedhore, sikundër kanë shprehur mbështetjen e tyre në hapat që do të ndiqen për të goditur këto fenomene. Por topi është në këmbët e SPAK, i cili ka rritur pritshmëritë e publikut, edhe pse në rastin e krimeve zgjedhore loja është më e madhe se e një aktori. Në thelb gjithçka ka të bëjë me faktin se palët që janë në proces do të kenë vullnetin për të përmbushur standardet zgjedhore dhe më pas do të shpresojnë se mund të bëhen pjesë e BE-s.